Për aktualitetin? Po. Konkretisht. Se aktualiteti sot është univers. Jo, do të kaloj të konkretja. Ditën e sotme është liruar nga burgu Ilir Beqja. Ilir Beqja është liruar nga burgu. Dhe keni një koment për këtë dhe pyetja e dytë, ish zyrtarja e lartë e Partisë Demokratike, zëdhënësja e marrëdhënieve me sekretarja dhe antarja e kryesisë është emëruar nga kryeministri Rama në krye të Agjencisë Kombëtare të Turizmit. Keni një koment për këtë se komentet e mia janë këto. Lirimi i Ilir Beqjes është dëshmi e fundit flagrante e kontrollit të plot dhe total të sistemit të drejtësisë nga Edi Rama. Totalisht. Vetë akuza kundër tij ishte qesharake në raport me plaçkitin e qindra milion eurove. Mos harro se sterilizimi dhe iniciatori është Edi Rama, themi sinqert, kemi kështu, të dilte në ekran me një gërshër të thyrë dhe një pincë të ndryshkur, se jam me çfarë operoheshin. Rriti 84% sipas ekspertëve çmimin e sterilizimit në Shqipëri. Natyrisht Ilir Beqja do dilte, sepse Ilir Beqja vjedhje të mëdha bëri me Edi Ramën. Ilir Beqja do dilte se jo ma pak përgjegjëse ishte korba e Covidit. Ajo është një nga figurat më të urryera në historinë e këtij vendi. Përgjegjëse me qëndrimet e saj kriminale dhe të Edi Ramës për 20.000 vdekje shtesë nga Covidi. 20.000 vdekje shtesë. Jo ato të Covidit, po mbi Covidin. Do më thanë që Covidi në Shqipëri u zhvillue më rëndë se në çdo vend tjetër. Dhe pse? Fare thjesht. Sepse Shqipëria edhe në kulmin e Covidit pati disponibel për qytetarët e saj as gjysmën e shtretërve që pati Kosova. Kosova kishte 1200 shtretër, Shqipëria kishte 500 shtretër. Prandaj dhe biles ti kërkojnë të falur Beqjes se e mbajtën shumë. Na falo Beqjes të mbajtëm si shumë. Për sa i përket tjetrës, Isa, në një narkoshtet të bazuar në drogën, korrupsionin dhe vjedhjen, natyrisht opozita, korruptimi i opozitës, burgosja e opozitës, rënimi i opozitës është politikë kryesore e diktatorit Edi Rama. Në këtë kuadër, gjinda dhe individ që shiten dhe blihen, sipas tregut të qeverisë, por i sigurt thjesht që opozita qëndron me vendosur dhe me pamposhtur se kur sot ndaj tij dhe e gatshme të bëj gjithçka për largimin e tij nga pushteti. Kjo pa asnjë dyshim. Por